Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Në Shqipëri, në zgjedhjet e përgjithshme, fitoi bindshëm Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama. Ky do të jetë një mandat i katërt i tij, por me një majorancë teje të konsiderueshme. Opozita, me në krye Partinë Demokratike dhe Sali Berishën, thot nga ana tjetër se votat kanë qenë të manipuluara. Shqipëria tentoi që të kishte zgjedhje të pakontestuara, por si duket një gjë e tillë nuk do ndodh. Nga ana tjetër, çdo të thot kjo fitore kaq e madhe e Partisë Socialiste. Sa e shëndetshme është një majorancë kaq e madhe për demokracinë dhe mbi të gjitha, a do të arrihet premtimi kryesor i Partisë Socialiste që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Për këto dhe më shumë, do të diskutojmë sot me të ftuarit tanë nëpërmjet teknologjisë, pikërisht për të analizuar rezultatin e madh të Partisë Socialiste në zgjedhje, por do të bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi menjëherë. Po fillojmë tani bashkëbisedimin me të ftuarit të cilët do të jenë në Tiranë. I pari është Aleksandër Çipa, gazetar, ai është edhe drejtuesi i Unionit të gazetarëve shqiptar. Aleksandër, faleminderit që je pjesë e programit 200. Kënaqësi për mua, ju përshëndet. Thash në çeljet e programit, Shqipëria përfundoi procesin zgjedhor, votimin në fakt, por procesi zgjedhor atje zgjat më tepër. Megjithatë dihet që fituese është Partia Socialiste me një majorancë të konsiderueshme. Duam ta analizojmë dhe të kuptojmë çdo të thotë kjo, aq më tepër që kjo fitore duket pak në kontekstin ballkanik, por edhe të Maqedonisë së Veriut, si një fitore e jashtëzakonshme, ndërkohë që është mandati i katërt. Presupozohet që në situata të tilla partitë që janë në pushtet të humbin dhe jo të fitojnë kaq shumë. Por le të fillojmë me radhë. Fillimisht për ju, si e konsideroni procesin elektoral të së dielës së kaluar? Është një proces i cili i shkon natyrës së demokracive hibride ku karakterizohet dhe klasifikohet demokracia e Shqipërisë për më shumë se 30 vite rresht. Problemet padyshim që mbeten në shumicën e tyre po ato, ndërkohë që rotacioni nuk u mundsua për disa arsye, të cilat lidhen më së shumti me pamundësinë e opozitës për të strukturuar dhe për të fuqizuar në përballjen zgjedhore të 11 maj që sapo ka kaluar. Ajo erdhi në këtë proces zgjedhor pas një krize që zgjati 3 vjet rresht dhe që për shkak të një pozicioni pas shpalljes së kryesuesit historik të saj dhe kryetarit aktual të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, një person non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Cikli i gjatë i krizës së Partisë Demokratike e la në një proces njëkohësisht destrukturues opozitën e vendit. U krijuan gati 4 fraksione, të cilat konkuruan në 11 maj si subjekte më vete në procesin zgjedhor. Ndërkohë që aktorët e tjerë të opozitarizmit partijak dhe politik nuk patën mundësinë dhe nuk gjetën vullnetin për të unifikuar qëndrimin e tyre në formulimin e një koalicioni përbashkues, i cili do të mund të kapitalizonte në votat e elektoratit në mandate të përfaqësimit në Kuvendin e Ri të Shqipërisë. Por nga ana tjetër, përballë tyre, kryeministri Rama dhe Partia Socialiste kishte një rrethan dhe padyshim edhe një background tjetër. Tani, për të kuptuar ndoshta për opinionin që nuk i di detajet, pyetja e madhe që bëhet është si ka mundësi, ju e dhat një shpjegim, por megjithatë, që Partia Socialiste të fitoj kaq bindshëm. Kjo pyetje bëhet edhe për shkak të një sër arrestimeve, hetimeve që janë bërë të zyrtarëve të lartë të qeverisë të Partisë Socialiste, por nga ana tjetër edhe me idenë se qeverisja kaq e gjatë edhe të lodh. Ndërkohë, në Shqipëri ndodhi një rezultat më i mirë se në zgjedhjet e kaluara. Po, unë mendoj se qasja që kryeministri Rama aplikoi në komunikimin dhe ligjërimin publik për rastet e shpeshta dhe aferat shumë tronditse financiare, të cilat penalizuan emra të njohur të jetës politike dhe kryesisht të drejtimit të Partisë Socialiste, duke nisur nga ish zëvendës kryeministri Ahmetaj e duke pasuar me disa ministra, deputet dhe drejtues të bashkive përndryshe komunave të Shqipërisë, ka bërë të mundur të ndërtoj një filozofi se Partia Socialiste
është një parti që nuk i krijon pengesa antikorrupsionit dhe përballimit të korruptuarve me drejtësinë. Kjo vjen me kundërshtim ose e thënë ndryshe si një realitet i kundërshtues dhe antagonist me përvojën e mehershme të pararendësve të zotit Rama, kur drejtësia nuk guxonte kur të ndëshkonte autoritete politike dhe aq më tepër autoritete institucionale, të cilat mund të akuzoheshin dhe që mishëronin bartjen e korrupsionit dhe abuzivizmit financiar. Këtë filozofi e ndërtoi si të tillë edhe në narrativën zgjedhore dhe me sa duket ai ja doli që jo vetëm që të arrijë një rezultat, por nga ana tjetër të arrijë një fitore që unë do ta quaj një fitore politike obeze të kryeministrit Rama në përballjen me opozitën aktuale të vendit. Aleksandër Qipa, si njohës i mirë i rrethanave në Shqipëri dhe jo vetëm edhe në rajon, por sidomos në Shqipëri dhe me që ke ndjekur me vite proceset zgjedhore, Shqipëria tentoi që të kishte zgjedhje të pakontestuara. Po kjo nuk do ndodh, apo jo? Tani ne shohim një retorik nga opozita, nga Partia Demokratike kryesisht, apo që e drejton opozitën, dhe Sali Berisha, me atë retorik, ose e dëgjojmë atë retorik që ndoshta e kemi dëgjuar edhe vitet e kaluara, ku rezultati dyshohet, ku flitet për manipulim votash. Sa të drejtë ka opozita në akuzat që ngre? Për të qenë korrekt me naturalitetin dhe drejtësinë, duhet themi që opozita ka të drejtë, sepse ajo fitore që unë e quaj obeze e Partisë Socialiste dhe kryeministrit Rama e mbart në vetvete edhe korrupsionin zgjedhor, edhe raportet le të themi komprometuese midis individëve në cilësinë e kandidatëve zgjedhor dhe krimit organizuar apo rrjeteve kriminale. Por ajo që mendoj unë e ndihmon në perceptimin publik dhe në fitoren reale Partinë Socialiste dhe kryeministri Rama ka të bëjë me një realitet shumë të drejtë për drejtë. Së pari, para se të ndodhte procesi 11 majit, në Shqipëri ekzistonte bindja jo vetëm e analistëve, komentuesve dhe përfaqësuesve të ndryshëm të shoqërisë civile për fitoren e parathënë të Partisë Socialiste, por edhe vetë prej opozitës ishte një evident ky konstatim. Por ajo që nuk pritej padyshim është obeziviteti i kësaj fitoreje, numri i madh i mandateve që fiton Partia Socialiste. Në llogaritjet paraprake ose në sondazhe gjithmonë parashikimi shkonte deri në 74 deri në 76, 77 mandate. Por te kalimi i shifrës 80 mandateve është një shumicë gati absolute për Partinë Socialiste dhe në këtë këndvështrim është edhe rritur skepticizmi për efektin që ka korrupsioni dhe abuzivizmi në procesin zgjedhor. Ndërkohë, vërejtjet e parashtruara në raportin paraprak të OSBE Odirit për 3 elemente shumë substanciale që ndikojnë mbi procesin zgjedhor, përkatësisht për përdorimin e administratës publike, për shfrytëzimin e aseteve shtetërore në dispozicion të kandidatëve që përfaqësojnë shumicën politike të vendit, dhe e treta, akuza për atë që quhet krimin elektoral dhe zgjedhor në përgjithësi, janë çështje që i referohen faktit të ndikimit të elementeve negativ dhe të asaj çka e lën demokracinë zgjedhore në Shqipëri me probleme dhe me sindrome. Nga ana tjetër më duhet të them se përballja e zotit Rama me një politikan që ka konsumuar kohën politike të tij dhe gjithë historinë, madje ndodhet në atë kapitull që ne mund ta quajmë epilog e zotit Berisha, është fjala për një determinim të skenës së kahut politik të tij prej 34 vitesh. Çdo shoqëri, sidomos në shoqëritë demokratike, në raste të tilla duhet që t'i referoj jo vetëm natyrës fizike dhe kohës fizike, por dialektikës së zhvillimeve shoqërore në gati 4 gjenerata njerëzore. Kjo është arsye potenciale në efektin psikologjik në marrëdhënien ndryshuese dhe mos ndryshuese të opinionit elektoral shqiptar dhe të votuesve shqiptar. Dua të di se sa e dëmton në fakt Shqipërinë ky rezultat ose kjo situatë, siç e përshkruat ju, ku jo domosdoshmërisht procesi zgjedhor ishte plotësisht demokratik. Po mendoj që pas certifikimit të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 11 majit,
përcaktues për imazhin dhe vlerën e tyre do të jetë raporti përfundimtar i organizatës më të rëndësishme të monitorimit të procesit që është OSBE-ODIHR. Nga ana tjetër, kjo do të përcaktohet dhe do të ndikohet nga dy qasje. Nga qasja e ndëshkimit të krimit zgjedhor të ndodhur prej institucionit aq të rëndësishëm antikorrupsion që ka Shqipëria, që është përndryshe SPAK-u. Dhe nga ana tjetër, nga qasja që do të ketë në aksionin politik të denoncimit të krimit zgjedhor vetë opozita me të gjitha strukturat dhe segmentet e saj. Nëse këto do t'ja dalin që krimi zgjedhor të cënoj integritetin e rezultatit, padyshim që ky do të jetë një dëm i madh, jo vetëm për shumicën qeverisëse, por edhe imazhin e Shqipërisë dhe për demokracinë reale që mishërohet në realitetin sociopolitik të saj. Pra, megjithatë, ky proces përsëri do të vihet në duart e drejtësisë dhe mënyra se si do të reagojë drejtësia për gjithë ato, të themi, dyshime për keqpërdorime. Por pse Shqipëria nuk arrin të bëjë një proces ku rezultati do të pranoheshte nga palët dhe do të dijej menjëherë, siç jemi mësuar ta shohim tashmë edhe në vendet tona ballkanike? Po unë mendoj se kjo lidhet me kulturën e munguar të demokracisë zgjedhore që përfaqësojnë jo partitë tona, por më së shumti udhëheqësit politik të saj. Në rastin konkret, këto sjellje shpesh të lënë shihen e recidivizmit politik dhe kjo është e shëmtuar. Nga ana tjetër, udhëheqësit tanë politik janë individ dhe autoritete politike që e kanë humbur sensin e kohës dhe në mënyrë të veçantë, po shpërbëjnë atë që quhet raporti me formalizmin politik. Sot ka një debat të sapo hapur brenda opozitës shqiptare. A do të duhej pasundje zoti Berisha të largohej nga drejtimi i Partisë Demokratike, ku në statut të ndryshuar prej vet atij ekziston një nen që mbart emrin në kuptimin eufemik të fjalës së paraardhësit të tij zotit Basha, i cili u mishërua si i tillë në statutin e ri të Partisë Demokratike pikërisht për shkak të precedentit Basha. Por, sipas të gjitha gjasave, zoti Berisha po e shpërfill këtë nen dhe tashmë po krijon dhe udhëhiqet prej alibis të denoncimit të korrupsionit zgjedhor, të abuzivizmit dhe krimit elektoral si kundër e quan ai. Të gjitha këto janë sjellje të një kulture që e shmang demokracinë jo vetëm si përgjegjësi, por në mënyrë të veçantë si veprim. Dhe tani pyetja e madhe është, me që e përmendni dhe ju demokracinë, çfarë ose si duhet parë kjo fitore kaq e madhe me mbi 80 deputet, ku praktikisht parlamenti do të mund të kontrollohet lirshëm nga Partia Socialiste, nga kryeministri Edi Rama. Sa e shëndetshme është kjo për demokracinë? Po, të gjithë kanë ngritur antenat e dyshimit dhe të skepticizmit. Por janë dy elemente që mendoj se duhen parë me optimizëm dhe besim. E para, qasja dhe destinacioni në programuar që pati zoti Rama si kryesues i shumicës politike për përshpejtimin e procesit të integrimit të Shqipërisë si vend kandidat për antar i Bashkimit Evropian, është një kaq që do të bëjë edhe më të mundur rritjen e syçelësisë ndërkombëtare dhe në mënyrë të veçantë të institucioneve europiane në Bruksel. Rritja e partneritetit dhe kryesisht qasja që ofron ai në një ndar lëmit e aktivitetit politik të tij që është diplomacia, është një vektor tjetër, mendoj unë, që përcillet me optimizëm nga qytetarët e Shqipërisë për të mos krijuar dhe mos mbetur në margjinat e standardeve europiane dhe në mënyrë të veçantë të qasjes si për qytetarë që pretendojnë të jenë antar të përbashkët me bashkësinë. Por në realitetin institucional padyshim që droja dhe shqetësimet janë në alarm, sepse ky autoritet maksimal i votave si shumicë politike e kryeministrit Rama, në fakt duke sikur e bën edhe më të dimensionueshme atë që ne kemi konsideruar një ndër mangësitë dhe rreziqet kryesore të tre mandateve të para qeverisë së tij. Këtu e kam fjalën për mungesën e llogaridhënies institucionale, për mungesën e transparencës kur bëhet fjalë për mënyrën se si menaxhohen dhe merren vendimet publike me financimet publike dhe për aspekte të tjera që kanë të bëjnë me administrimin në mënyrë të veçantë të territorit, i cili është një territor me shumë resurse dhe me shumë asete shfrytëzuese dhe me politikat vendimarrëse për projektet që kanë të bëjnë kryesisht me territorin më të lakmuar prej grupeve të interesit, siç është për shembull turizmi apo
lëmit të tjera të industrisë së lehtë apo të industrive të tjera. Të gjitha këto janë arsye pse në opinionin publik pas zgjedhjeve të 11 majit ka një lloj shqetësimi, një droje që lidhet me demokracinë dhe në mënyrë të veçantë me raportet midis së drejtës qytetare, shtetit ligjor dhe institucionalizmit të dominuar nga njëra forcë politike. Por a do të thotë kjo se opozita do të motivohet më tepër? Ju përmendet pak më herët dhe thatë që do të duhej opozita të ketë një lloj reflektimi me rezultatin për te faktit të akuzave që ata ngrejnë për manipulimin e votës, por si një reflektimi tyre i brendshëm. Gjithashtu ne e dim që ka 4 fraksione që dolën nga Partia Demokratike apo në turbulencat që i ndodhte kësaj partie. Por ky rezultat kaq i madh, a do të jetë një motiv për një impuls të ri opozitar? Unë jam shumë pesimist, ta them këtë momentalisht. Fakti që këmbgulja e zotit Berisha për të qëndruar në krye të opozitës e frenon dhe e dason edhe më tej atë që quhet procesi i pakryer i unifikimit opozitar. Edhe koha është jo në favor të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Aktualisht në Shqipëri nuk kemi alternativa opozitare, sepse ato edhe nga procesi zgjedhor i 11 majit nuk rezultuan me mundësi dhe kapacitete përfaqësimi në kuvendin e ri të Shqipërisë. Kjo e bën edhe më të pamundur opozitën për të ngritur në lartësinë e një rivaleje që mund të përballet me ndryshime dhe aq më tepër me kontestime të cilat numerikisht do ta vinin në vështirësi shumicën e kryeministrit Rama. Në kushtet kur ai e zotron këtë shumicë, do të riprodhohet ai histori që ndodhi të paktën në mandatin e tretë, ku në asnjë moment në ditët e 4 viteve të mandatit qeverisës, kryeministri Rama jo vetëm që nuk u trondit as nga mocione dhe as nga, le të themi, aspekte tjera të veprimtarisë parlamentare, po përkundrazi qeverisi në olimpizmin e tij, duke mos qenë asnjë moment në vështirësinë e llogaridhënësit apo aq më tepër të transparencës parlamentare. Krejt në fund të kësaj bisede dhe të kësaj analize për procesin zgjedhor, sigurisht ka dhe aspekte të tjera, po me ju do ta përmbyll me pyetjen e madhe përsëri që lidhet me premtimin kryesor të Partisë Socialiste që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Sa është kjo e mundur? Si duket, votuesit e besuan këtë premtim elektoral, por duke ditur zhvillimin e Shqipërisë, proceset që duhet të tejkalohen, ligje që duhet të miratohen, ndryshimet e mëdha shoqërore që duhet të ndërmeren në Shqipëri. Sa është i mundshëm ky realizimi i këtij premtimi? Po të kemi parasysh protokollet e njohura të vendeve që janë aspirante për antarë të Bashkimit Evropian, unë e kam bindje absolute që nuk do t'ja dalë dot kryeministri që të realizoj antarësimin e Shqipërisë në 2029, kur i mbaron mandati 4 vjeçar i 4 i tij në qeverisje, për të realizuar këtë objektiv të premtuar. Por unë kam, le të themi, dhe këtu flas në cilësinë e me qytetarit dhe gazetarit që njeh rrjedhën konjunkturale të zhvillimeve, besoj dhe këtë e di më mirë edhe vetë kryeministri Rama, që Evropa e sotme po e ndryshon qasjen ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ajo është e interesuar për 2 arsye shumë potenciale, që janë konteksti gjeopolitik dhe situata e ndikimeve maligje që ka mbi rajonin ton, dhe kjo është një droje që po e përshpejton dhe po e thyen atë që ne e quajtëm protokollin kalendarik të antarësimit të vendeve të rajonit ton në Bashkimin Evropian. Me sa duket, zoti Rama këtë gjë e njeh fort mirë, duke njohur edhe undergroundin e saj, dhe për këtë arsye ai ka bërë një premtim dhe programim sfidant, jo vetëm në raport me kundërshtarët, por edhe me vetë Brukselin dhe partnerët ndërkombëtar. Dhe besoj që dhe nëse nuk do ta finalizoj në kuptimin protokollar të fjalës këtë, ai do të realizojë një ndër objektivat e këtij aksioni ose e këtij destinacioni që në kohë të mëparshme të ashtu quajturit tranzicion shqiptar postkomunist, jo vetëm që nuk do të realizoj, por as do të mendoj si i tillë. Kështu që besoj që janë këto rrethana që e kanë nxitur instinktin politik të kryeministrit për të bërë një premtim sfidant edhe për mandatin e 4 qeverisë së tij. Aleksandër Çipa, faleminderit shumë për këtë analizë të detajuar dhe sigurisht orientuar për një
publik që ndoshta nuk i di shumë me detaje situatat në Shqipëri, por na dha një tablo të qartë sa asaj se ku ndodhet Shqipëria pas procesit zgjedhor. Faleminderit edhe një herë që ishe pjesë e programit. Faleminderit. Të dashur teleshikues, këtu do të bëjmë një shkëputje, do të rikthehemi në bisedën tjetër, po me një lidhje nga Tirana, për të diskutuar edhe disa elemente të tjera të këtij procesi zgjedhor në Shqipëri, vota e diasporës, por edhe një proces i veçantë të listave të hapura dhe të mbyllura, pra një votim i kombinuar që u ndërmor për herë të parë. Por një herë shkëputja dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në program, do të mbesim në Shqipëri për të bërë një analizë të procesit zgjedhor atje. Sigurisht rezultati ishte ai që ishte dhe do ta diskutojmë të njëjtën gjë, por edhe detajet e reja, siç thash para shkëputjes, sidomos për risit, për listat e hapura dhe të mbyllura, por edhe për votën e diasporës. Do të lidhemi tani me Nolian Lole, gazetar, kryeredaktor i RTS24. Faleminderit që je pjesë e programit, Nolian. Përshëndetje gjithë shqiptarëve dhe gjithë atyre që na ndjekin në Maqedoninë e Veriut. Nolian, fillimisht edhe ty do të bëj një pyetje për të vlerësuar procesin zgjedhor. Si kaloi procesi zgjedhor i një javë më përpara, apo i 11 majit, kur dihet që po shfaqen kontestime për rezultatin? Nëse do të shkurtër përgjigjen, unë mund të them që kontestimet ishin të pritshme. Që përpara se sa të votojë më 11 maj, dije që Partia Demokratike do të silli në këtë mënyrë. Çështja është që deri në 11 maj ne nuk e dinim thellësinë e humbjes, se si do të ishte, po në qarqet si politike, ashtu edhe gazetareske, mediatike në Shqipëri, dije që Edi Rama do të merrte një mandat të katërt, dhe dije gjithashtu që Partia Demokratike do të humbiste. Çështja ishte thellësia, çështja ishte se sa mandate do të merrte Edi Rama. Kishte nga ata që thonin do të ketë një vështirësi për ta kaluar i vetëm 71-shin e artë, le të themi, i cili të lejon të qeverisësh i vetëm në Shqipëri prej 140 në parlamentin prej 140 deputetësh. Kishte nga ata që thonin që do të shkonte 78-79, ata më njohës të procesit, njohës të lëvizjeve të popullatës, por edhe të gjendjes në cilën ndodhej opozita në qarqe të caktuara. Kur Edi Rama, 1 apo 2 ditë përpara zgjedhjeve, nënshkroi atë të ashtu quajturin memorandumi i Kuçit në Kuç të Vlorës me ata banorët atje, e ka bërë traditë tashmë këtë gjë, vuri një bast po e them unë në thojza me ata me 50% tha. 78 e cilësoj të sigurt, 74 është dyshemeja, 78 ishte e sigurta dhe 50% ai shkoi tek 84 deri në 88 mandate. Këtu filluan të ribëjnë llogarit njerëzit dhe ata që natyrisht merren me sistemet, që bëjnë projeksionet, ata që dinë të llogarisin, se këtu kemi një komplikim shumë të madh, mënyra se si llogaritet mandati është shumë e vështirë. Dhe pati nga ata që tundën kokën dhe thanë, po, vërtet, Edi Rama mund të ketë të drejtë. Në këtë moment nisi që të artikulohet shumë më fort teza se opozita nuk do t'i njohë zgjedhjet. Dhe ndodhi ajo që po ndodh në këto momente, që opozita pretendon se ka prova, ka për të treguar manipulime zgjedhore. Megjithatë, ato që ka ndodhur në 11 maj dhe që mund t'i konsiderojmë si incidente të veçuara zgjedhore, nuk besoj se e njollosin në këtë formë procesin ku të themi më pas që zgjedhjet janë me probleme. Nolian, pikërisht këtu, dua të të pyes, kur flisni për njëllosjen e procesit, tentoi Shqipëria të ketë zgjedhje të pakontestuara, gjithashtu u presupozua që edhe rezultati do dalë shumë shpejt, siç kemi mësuar në Maqedoninë e Veriut, këtu te ne, në Kosovë, të paktën në rajon, që brenda natës paka shumë dijen këto gjëra. Megjithatë, procesi, numërimi i votave në Shqipëri zgjat dhe tani janë dhe kontestimet. Sa e dëmton kjo Shqipërinë dhe sidomos aspiratën e kryeministrit që ta bëj Shqipërinë një shtet evropian, ku këto situata nuk duhet të ndodhin? Procesi është mbyllur të martën sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve brenda afatit,
Pra ne kishim një rezultat paraprak të martën në mbrëmje, siç e parashikon ligji dhe siç e detyron ligji Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në Shqipëri, ndryshe nga Kosova dhe Maqedonia, votat nuk numërohen aty ku votohet. Dhe kjo shkakton vonesa. Numërimi fillon në momentin kur janë grumbulluar të gjitha kutit në qendrën ku do të numërohen ato kuti. Kështu që janë të pritshme këto vonesa dhe askush nga ne këtu nuk priste rezultat natën e mbrëmjen e votimit. Askush nga ne nuk priste rezultat përfundimtar të hënën. Të martën në mëngjes gjithmonë është ditur rezultati në Shqipëri. Kështu që nuk besoj që edhe kjo mund të konsiderohet vonesë. Natyrisht që mund ketë një ndryshim në kodin zgjedhor herën tjetër dhe zgjedhjet e ardhshme të bëhet të numërohet aty ku votohet, por është çështje besimi mes palëve. Askush nuk ka besim dhe ajo për shembull, po e marr një rast. Ajo që e ka kundërshtuar më fort votimin elektronik në Shqipëri, ne kemi votuar elektronikisht në më pak vende kësaj radhe se sa në 2021-shin, ishte Partia Demokratike, ishte opozita. Pra, këtu mungon besimi mes palëve edhe tek elektronika. Dhe pikërisht për të qetësuar gjakrat e opozitës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori një vendim të cilin e kundërshtuan socialistët fort. Vorën dhe 110 në Tiranë, Vora është një bashki pranë Tiranës, në qerkun e Tiranës, vendosi që të shpallë rezultatin një ditë më pas, pavarësisht se rezultati mund të shpallej në orën 19:05 me një buton, pajisja elektronike me të cilën është votuar në Vorë dhe në 110 në Tiranë, mund të jepte rezultatin. Mirë po për të mos shkaktuar reagime të ashpra nga opozita, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi ta shpallë një ditë më vonë dhe ka shpallur atë të hënën e 12 majit diku rreth mesditës. Dhe aty duk qartë, sepse elektronika nuk e kundërshton dot. Elektronika të jep votimin për partinë dhe votimin preferencial në një bilet të vogël. Dhe aty duk qartë thellësia e humbjes së Partisë Demokratike. Do të pyes edhe për opozitën, por me që jemi te procesi zgjedhor dhe te risit se ju po e shpjegoni sigurisht atë që ndodh edhe për një audiencë që nuk i di detajet. Në këto zgjedhje kishte votim me listat të hapura dhe të mbyllura. Sa demokratike, sa i ndihmoi kjo gjë demokracisë? Zakonisht edhe këtu flitet shpesh që duhet të ketë një proces me listat të hapura, që njerëzit përveç se partina të zgjedhin direkt edhe kandidatët për deputet. Si funksionoi në Shqipëri ky model i kombinuar? Tani, ne kemi votuar në 2021 me një listë pjesërisht preferenciale dhe pjesërisht të mbyllur. Kësaj radhe, me një vendim gjykatës kushtetuese, lista është liberalizuar më shumë. Pra, ka një pjesë të mbyllur, që është 2/3 dhe 1/3 e listës së çdo partie ka qenë e hapur, ku mund të votoje në mënyrë preferenciale dhe siç po numërohen votat, edhe sot vazhdojnë numërohen votat preferenciale, ai që merr më shumë vota i afrohet pragut për të hyrë në varësi të asaj se sa ka shkuar partia. Pra ka parti, në rastin konkret Partia Demokratike, për të bëhet fjalë, të cilat Partia Demokratike fut vetëm listën e mbyllur ka qarqe ku edhe një vend të listës së mbyllur mund ta ketë humbur, siç është qarku i Vlorës, ku ka marrë 9 deputet nga 12 Partia Socialiste dhe ka marrë 3 nga 4 të listës së mbyllur i ka marrë Partia Demokratike. Kështu që në Tiranë mundësia, sepse Tirana prodhon më shumë deputet, prodhon 37, duke qenë se është qarku apo zona vendore ku nga 12 zona vendore në Shqipëri, Tirana është më e madhja dhe prodhon 37 deputet nga 140. Partia Socialiste ka 19 të sigurt sot që flasim, Partia Demokratike ka 12 të listës dhe po luan për, domethënë, e ka të 13-in për momentin të marrë, që do të thotë një i listës së hapur, kjo është kryeson për momentin deputeti Ajorida Tabaku, por nuk ka garanci për momentin Partia Demokratike, sepse duke qenë se po numërohet ende vota diasporës dhe në votat e diasporës kryeson Partia Socialiste, në votat e ardhura me zarfe, mund të ndodhë që këtë deputet të 13 ta marrë dhe ta bëjë të 20-in Partia Socialiste. Dakord. Kjo është sigurisht edhe këtu, edhe në çdo vend, domethënë kalojnë ata deputet sipas numrit të votave. Por sa i ndihmoi procesin ose sa e bëri më demokratike votimin
fakti që kishin mundësi votuesit përveç partinë të zgjedhin edhe tek lista e hapur për shembull edhe emrat e deputetëve që donin. Po nuk e di a e ka ndihmuar procesin apo. E ka vështirësuar teknikisht një radhë parë sepse ka dalë një numër i madh fletësh të pavlefshme për shkak se mënyra se si ishte kompozuar fleta e votimit ishte sa një çarçaf, ishte shumë e madhe dhe emrat e shkruar në listë ishin shumë të vegjël. Në Tiranë për shembull, në rrethinat e Tiranës, ku te niveli i njerëzve ndoshta është pak më i ulët se sa niveli intelektual në kryeqytet, problematika ishte e tillë, kanë votuar partinë lart, ishin ngjitur njëra me tjetrën, kanë votuar për subjektin politik në majë të listës dhe kur kanë dashur të votojnë emrin e kandidatit, e kanë vënë tek kutia paralele sepse edhe KQZ-ja këtu bëri diçka nuk arriti ta sqaroj sakt se si duhej votuar, me sa duket u tha që lista renditet sipas gërmës së parë me të cilën fillon mbi emri, por në fakt emrat ishin shkruar duke filluar nga emri. Dhe kutia i binte kishte kuti emri edhe për bri në krahun e majt, por edhe për bri në krahun e djathtë ku ishte në fakt kutia e emrave të listës paralele të partisë së radhës që ndiqte. Kështu që ai ka votuar për partinë, por ka votuar për emrin e një subjekti tjetër dhe e ka nxjerrë të pavlefshme se kjo nuk mund të ndodhë. Është një lloj votimi diagonal që nuk shkon. Në këtë mënyrë ka patur probleme teknike. Procesi natyrisht edhe në 2021 ti kishe mundësi të votoje në mënyrë preferenciale, po partitë edhe këtu kanë arritur ta gjejnë kleçkën siç po e shohim tani, vota është pilotuar. Vota preferenciale është partitë brenda atje me njerëzit e tyre kanë arritur të thonë që në këtë qark zgjedhor apo në këtë vend votim do votojmë për filanin, do t'ja japim filanit votën. Kështu që partia ka arritur t'i bëjë ato lëvizjet e tyre. Pra pavarësisht se ka pas një mundësi zgjedhje të themi, sërish partitë e kanë kanalizuar votën tek individ ose tek deputet specifik. I kanë të mundësi partitë dhe e din, partitë ndoshta mund të them edhe në këtë mënyrë, partitë e din se kush do dilte. Ka patur vetëm pak individ, këtë do ta theksoj, tek lista e Partisë Demokratike e Tiranës, për shembull, pavarësisht pilotimit që më është konfirmuar mua nga kandidat të veçantë për deputet të kësaj liste të hapur, prapse faktet tregojnë që deputeti Erdi Darabaku, kandidati për deputet Ilir Ali Mehmeti, janë ndër më të votuarit dhe kanë arritur t'i kapërcejnë dhe t'i zhvojnë këto pilotime. Dua tani të të pyes edhe për risin tjetër, Nolian Lole, që ishte vota e diasporës. Sigurisht, ajo është një vot postare, për hir të këtij elementi, ndoshta numërimi apo zgjat, domethënë ndoshta ka mirëkuptim, por si është pritur përtej rezultatit, si është pritur ky moment që edhe diaspora e Shqipërisë mund të votonte në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit? Shiko, diaspora e Shqipërisë ka votuar për herë, por duhet votonte të vinte të votonte këtu. Nuk e mohon njëri sa ata janë në listën e zgjedhësve. Çështja është që kësaj radhe gjykata kushtetuese vendosi dhe kjo pas një betejë shumë gjatë, që atyre u duhet garantuar të votojnë atje ku jetojnë. Dhe këtu nisi një proces shumë i gjatë, shumë i vështirë për Komisionin tonë qendror të zgjedhjeve, edhe në limitet kohore, se zakonisht politika jonë i lë çështjet zgjedhore në momentin e fundit, atëherë kur s'kishte më as afate që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të përgatiste këtë proces, të tenderonte një post, sepse posta shqiptare nuk e merrte dot përsipër këtë gjë ta bënte. Posta shqiptare është e tillë që në Shqipëri ty të vjen një paketë dhe posta mezi të njofton që duhet të shkosh ta marrësh paketën, nuk të vjen në shtëpi. Kështu që u mor një post e huaj, u tenderua, kushtoi miliona euro ky proces dhe edhe në këtë rast kjo post e huaj, për të mos përmendur emrin, edhe në këtë rast, kjo post e huaj dështoi me Greqinë, sepse në Greqi kjo post e huaj, dhe Greqia është vendi nga ku ka ardhur numri më i madh në vendin e dytë pas Italisë, ku kemi ne emigrantë më së shumti dhe regjistrimet ishin më së shumti nga Greqia. Kjo post nuk funksionon, por funksionon me 9 kontraktor lokal. Dhe 9 kontraktorët lokal, me sa duket atje kanë dështuar dhe vota e Greqisë janë mbi
50.000 vota të mbërritura, është e kontestuar nga palët, nuk ka besim dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi ta lërë për në fund për ta numëruar. Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve e rrëzoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duke e detyruar ta numërojë. Kjo votë e Greqisë ndes ka filluar të numërohet tani që flasim. Po duket që në një anë ju dha mundësi votuesve apo shtetasve të Shqipërisë, nga ana tjetër si që thoni dhe ju, nuk u përfundua procesi dhe ka kontestime. Jo, ka kontestime edhe sepse akuzohen këto përndryrje të qarqeve shoviniste greke, nuk di ka shkuar përtej politikës apo çështjes teknike. Gjithsesi, ajo vot do të numërohet dhe nga ajo vot ka pritshmëri të larta, sidomos Partia Socialiste, sepse në qarqe të caktuara ajo vot është aq masive, aq e madhe sa mund të ndryshojë sërish por pozitivisht mandate për Partinë Socialiste. Kështu që pritshmëria është për Tiranën, pritshmëria është për Durrësin nga kjo votë, pritshmëria është për Korçën, pritshmëria është për Elbasanin, janë shumë qarqe të cilat janë në lojë dhe mund të lëvizë pozitivisht mandati plus për Partinë Socialiste. Dua të vazhdojmë bisedën në minutat e fundit të kësaj lidhjeje, Nolian Lole, me impaktin që do të ketë ky proces zgjedhor, jo thjesht vetëm në Shqipëri, por dhe në rajon. Konstatimi juaj është se megjithatë këto kontestime nuk është se do të njollosin të gjithë procesin zgjedhor. Jo, absolutisht jo. Nga ana tjetër, duke marrë parasysh premtimin kryesor të Partisë Socialiste dhe kryeministit Edi Rama që ta bëjë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian deri në vitin 2030, me këtë situatë që ju e përshkruani dhe me gjithë premtimin e dhënë, arrin dot Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian? Unë kam mundur ta shoqëroj edhe fushatën, po edhe gjatë maratonës zgjedhore në Radio Televizion Shqiptar kam mundur të flas me analistë dhe opinionistë të ndryshëm në lidhje me këtë çështje. Ne deri në 2027 do t'i plotësojmë detyrat tona. Angazhimet që janë marrë do të përmbushen në rrafshin teknik, por edhe politik. Mbetet për të parë nëse Europa në 3 vitet pas 2027-s dhe në 2030 do t'jetë e gatshme të na marrë, sepse është një proces i cili nuk varet vetëm nga Shqipëria. Shqipëria mund t'i plotësoj kushtet, ky proces zgjedhor nuk është kusht, por natyrisht proceset zgjedhore janë kusht i përhershëm dhe Edi Rama është uruar nga gjithë liderët europian të cilët janë në këtë fundjavë në Tiranë edhe në samitin e komunitetit politik. Kështu që nuk ka dyshime që procesi do të njihet dhe qeveria do të jetë ajo që është dhe do të vazhdoj punën e saj. Çështja është, a do jetë Europa gati ta marrë Shqipërinë siç ka premtuar? Paktën është bërë qartë në Tiranë si nga zonja Kos, ashtu edhe nga të gjithë liderët e tjerë se Shqipëria, nëse përmbush dhe ata janë optimistë që negociatat mund të përmbyllen deri në 2027, nuk ka asnjë shkak që të mos jetë antarja e Bashkimit Evropian në 2030. Nolian, ti je edhe njohës i rajonit, sepse shpesh bën emisione dhe udhton dhe i ndjek edhe proceset zgjedhore. A mendon që nëse ndodh ashtu siç thoni ju, Shqipëria në fakt do të jetë edhe një stimulus më i madh për vendet e tjera, për Maqedoninë e Veriut apo Kosovën, që të përshpejtojnë proceset. E dim kontekstin që ekziston këtu në Shkup. Këtu ka, shiko, kushdo, qoftë edhe Malizi, nëse siç është premtimi në 2027 apo Shqipëria në 2030, do t'i jepnin, nëse ndarsohen, do t'i jepnin një sinjal shumë të qartë pozitiv dhe një optimizm të gjitha vendeve se po mund të realizohet, po ëndra bëhet realitet, po ëndra dalin. I gjithë rajoni do të shkojë në Bashkimin Evropian. Çështja është në çko dhe me çhapa, me çfarë shpejtësie. Natyrisht që do të ishte një sinjal shumë i mirë që duke lënë pas kontestimet apo përplasjet lokale, me të cilat mund të kesh me vende të ndryshme dhe duke bërë detyrat e shtëpisë, padyshim, patjetër që edhe Brukseli të mirëpret, nëse gjithmonë kjo ndodh dhe nëse gjithmonë Bashkimi Evropian është në formën në cilën është sot. Dhe krejt në fund, thuhet, apo për shkak të numrit të deputetëve, që të paktën procesi politik do të ecë më shpejt, votimet në parlament do të jenë më të shpejta, jo se partitë e tjera në Shqipëri janë kundër integrimit, por gjithsesi është një
ta them makineri votuse në thojza apo kjo, që do të veproj më lehtë. Por, sa e shëndetshme është për demokracinë një fitore kaq e madhe? Shiko, madhësia e fitores në këtë rast varet nga madhësia e humbjes së opozitës. Fitoria është kaq e madhe sepse opozitës si mungojnë sot në raport me 2021-shin 200.000 vota. Edi Rama mund të ketë plus minus një rritje të lehtë, por nuk ka mbajtur votat e tij. Partia Socialiste ka mbajtur votat e saj. Ka ruajtur atë elektorat të cilin e ka besnik. Nuk ka rritje Partia Socialiste. Partia Socialiste, duke patur parasysh që opozitës, Partisë Demokratike, i mungojnë vota, është sistemi i tillë që më të fortit i jep mandatet. Nuk ka arritur Partia Demokratike dhe për këtë nuk e ka fajin Edi Rama. Sa do mundohet Sali Berisha apo edhe Lulzim Basha pak më pak që ja vën fajin Edi Ramës për krizën në Partinë Demokratike, Partia Demokratike ka krizën brenda vetes. Partia Demokratike kishte probleme të theksuara me listën. Partia Demokratike kishte probleme të mëdha me drejtuesit politik në qarqe, të cilët nuk i afronte elektorati. Sot e kësaj dite, humbja gropa e Gazmend Bardhit në Fier, për ta bërë konkrete, është shumë e madhe. Apo në Elbasan, e drejtuesit politik i cili s'kishte asnjë lidhje me Elbasanin. Duhet i themi ca gjëra, nuk e ka gjithmonë fajin Edi Rama për gjendjen e opozitës. Ama në këtë moment Edi Rama ka në dorë një mandat shumë të fortë, të cilin do duhet ta bëj pozitiv dhe ta kthej në forcë për vendin. Ja do ta bëj pyetje ndryshe atëherë. A do ta bëj më të përgjegjshëm vetë zotin Rama, por edhe qeverinë, ky pushtet kaq i madh me mbi 80 mandate, sepse e dim të gjitha të shprehjen, një pushtet i madh do të thotë edhe përgjegjësi e madhe. Shiko, përgjegjësia është e madhe, pa i patur 82 apo 84 është kufiri ku ti ndryshon kodet në Shqipëri dhe 93 është kufiri ku ndryshon kushtetutën. Edhe pa e patur këtë, Edi Rama është i pushtetshëm në Shqipëri. Problemi është që pas 12 vjetësh në pushtet, në mandatin 12 deri 16 është e vështirë, pushteti është shumë i madh. Le të shpresojmë që të jetë kështu. Megjithatë, që prej momentit që flasim, barra është shumë e madhe. Është një barë shumë e madhe. Të jesh 4 mandate rresht në pushtet në një vend të vogël si Shqipëria, patjetër që është një përgjegjësi në radhë të parë. Të shohim dhe të presim. Nolian Lole, të falenderit shumë për këtë intervistë dhe për sqarimet për atë se çfarë ndodhte me procesin zgjedhor në Shqipëri. Sigurisht ka një vëmendje edhe këtu në Maqedoninë e Veriut, aq më tepër që bashkëpunimet rajonale apo dhe vizionet për të ardhmen janë dhe të përbashkëta. Të falenderoj edhe një herë. Edhe unë ju falenderoj juve, Nazi, edhe gjithë teleshikuesve të Alsat Maqedonisë. Falenderit. Ndoqëm kështu pra edhe bisedën me Nolian Lole, gazetar dhe kryeredaktor RTS 24, me 2 bisedat dhe pak më herët me Aleksandër Çipën, po aq një gazetar i njohur dhe ndjekës i mirë i situatave në Shqipëri, proceseve elektorale dhe politike. Do të përmbyllim emisionin sonte, do të rikthehemi sërish javën që vjen. Deri atëherë, mirupafshim.